duke përcjell shprehjen e respektit mirënjohjes të gjithë trupave të emergjencës civile, të forcat armatosura, të angazhuara në terren me organizim, disiplinë dhe koordinim, do thosha shëmbullor, i përcjell fjalën ministrit të bujqësisë. Shumë faleminderit kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Sipas situatës cilët ne është paraqitur në ditët e fundit, ne kemi qenë në terren së bashku me të gjithë grupet e punës ndaj Ministrisë së Bujqësisë, ku kemi ngritur grupet e verifikimit në të gjithë zonat e prekura në evidentimin e saktë të dëmeve. Veterinerët zyrtar janë duke ofruar asistencë vazhdueshme për të gjithë zonat e prekura dhe ato të cilat janë në nevojë për të bërë evakuime të nevojshme së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes, ku kemi bërë evakuimin e disa fermave të rrezikuara, por edhe ato të cilat kanë pas nevojë për ndërhyrje me ushqim në kafsha, po të cilat ne kemi dhënë asistencën tonë. Hidrovorët janë në një gatishmëri ku kanë funksionuar normalisht në të gjithë Shqipërinë, gjë e cila na ka ndihmuar edhe në të gjithë procesin i cili ka qenë në lumenjtë dhe në procesin që kemi pasur këto ditë. Po punojmë për hapjen dhe pastrimin e kanaleve kulluese, ku atje ku kemi pas nevojshme me gjithë eskavatorët, ku kemi rreth 29 eskavatorë në gatishmëri në nivel kombëtar, ku i kemi pas në zonat kryesisht të prekura ndaj përmbytjes, ku të gjithë eskavatorët kanë qenë në gatishmëri 24 orë për të monitoruar dhe për të pasur ne një mundësi ndërhyrje në zonat e cilat kemi bërë edhe në argjinaturat, ku në argjinaturën në dy çarje në Sheqeras në Devol dhe mbilisht Shtic, e cila vazhdojnë akoma për ndërhyrjen e këtyre dy çarjeve në argjinatura, sepse kemi pas një përmbytje të konsiderueshme në këto dy zona. Jemi në punë e sipër, në verifikim në terren së bashku me bashkitë dhe emergjencat civile, në mënyrë që ne të bëjmë saksimin e saktë të dëmeve në bujqësi dhe të gjithë të prekurave të cilët ne do t'i evidentojmë dhe të kemi një pasqyrë të përgjithshme në gjithë Shqipërinë dhe në territorin e prekur. Faleminderit.